Dhe bëhet fjalë për një regjisor e miqdashur që e diskutuar në fillim të emisionit. Ne e përmendëm ku do diskutojmë për shumë gjëra të ndjeshme në profesionin e saj, si profesion i cili, siç e tham ne, janë ata dirigjentët që i lexojnë, i perceptojnë gjërat dhe nga ajo imagjinata e tyre u japin aktorëve dhe u thon duhet veproni kështu, por a është e duhur apo jo? A është profesioni me perspektivë apo jo? Do t'i flasim të gjitha sot. Sjellin storjet në jetë, unë do të thoja kështu, edhe mbi të gjitha do të flasim edhe për një projekt të saj të fundit, e cilin e ka realizuar me një ekip fantastik, sepse i kemi parë edhe aktorët e shumtë nga nacionalitetet të shumta. Mbi të gjitha tashmë jemi të informuar se sezoni i parë ka mbaruar, mirë po të shpresojmë që do të ketë shumë sezone edhe ky projekt. Dhe urojmë që edhe minutazhi të zgjatet. Patjetër, i themi Sibel Abdiut, regjisore. Mirëmëngjes Sibel dhe faleminderit shumë që ta ke respektuar dhe jemi ne sot së bashku në televizion Alsat. Mirëmëngjes Sibel. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësia jona, edhe pse e dim sepse kemi diskutuar shpesh herë, kemi thënë që aktorët edhe regjisorët i kanë problem mëngjeset. Sibeli si i ka? Absolutisht nuk e kam as pak problem. Jam person i hershëm. Shumë i hershëm. Ja që gjeta një njeri për të diskutuar dhe unë sepse më mungojnë shumë. Po, unë zgjohem shumë herët mëngjes edhe flej shumë herët. Flen shumë herët. E po mirë. Me Sibelin do bëhemi shoqe. Do bëhemi shoqe sepse na përshtatet orari i jetës. Po, me të vërtetë. Po, sepse unë shumë e kam vështirë. Unë që s'flej shumë. Edhe që s'gjej njeriu në duhur për të diskutuar. Do të qëndrosh në rrethin tonë. Shumë herë zgjoj, por ja kam mësuar. I kam ata bashkë miqtë e mi që jetojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kështu që gjithë natën unë e kaloj me ata online, kështu që nuk jam vetëm asnjëherë, sepse i kam ata. Shifë, na jena edhe femna, duhet pakas beauty sleep. E vërtet. Dhe me thënë, unë shumë flej, ndoshta edhe kjo pak ndikon në energjinë dhe ndoshta edhe pak në këto mimika që i përdorim, mirë po me të vërtetë gjumi është hynor gjithro. Është i rëndësishëm për ata të cilët e shohin. Unë që se shoj, për mua është... Po, tek regjisorët, si që ta dhe detroj, tek aktorët, sepse dhe provat, gjirimet, ndodhin në orë të pazakonshme. Të më thonë, si do që ndodhë skenat, si që është organizuar, nuk ka orar. Ne kemi temën e ditës, doja detroj që nga të tregon, të ta diskutojmë me Sibelin. Ta pyesim, cila është pra, Sibel, gënjeshtra më e madhe që shpesher ja bëjmë vetes? Po, definitivisht është lidhur me kokën, gjithë e kemi atë gënjeshtra, hajde be se ka kohë. Hajde se krymë, hajde se bëjmë. Sibel, ku je erdha, afer, jam akome je në shtëpi, për shembull. Po, për shembull. Sepse kishim kështu shumë mesazhe që na vërshuan për sot, që na po tregonin ngjarje të çuditshme njerëzit. Po, ajo është shpesh një gënjeshtër fatkeqësisht me të cilën ballafaqohemi edhe ne në sektorin tonë. Sidomos unë se i zakonisht provat për shembull në teatr i vnoj herët mëngjes, unë quajmë herët, që atër jam më produktiv. Më urejnë aktorët. Pse ka herët? Më thoj, kur është herët? Herët për shembull ora 9. Që nuk është herët. Për mua nuk është herët, po. Edhe për mua nuk është herët. Edhe për shumicën nuk duhet të jetë herët. Por ja që kemi këtë problematik, kështu që kemi shqetësime, por uroj që të vedisohen, të kthellohen, edhe të zgjohen pak më herët që të jenë më produktiv. Një ndër gënjeshtrat e bardha, si që shkruajnë edhe amerikanët, white lies, është pikërisht ndoshta ndodh edhe shumë në xhirime kur aktorët thonë edhe sa kemi, edhe regjisoria thotë edhe 5 minuta. A ndodh shpesh kjo? Jo, unë zakonisht nuk e përdori atë gënjeshtër edhe 5 minuta, se e di që pastaj ka me eskalu situata edhe ma keq, prandaj them nuk e di. Nuk e di, më mirë. Ndoshta e di, ama nuk ma mirë mos me thënë. Ma mirë mos e them se mos... Për dirisa nuk e di, më mirë është energjia. Unë do doja të kthehemi tashmë tek bisedat, se përse e kemi edhe të ftuar, sepse do ta pyesim edhe për projektet, edhe në përgjithësi, por unë do doja të ndalesha tek teatri si profesion. Sepse mund të themi në gjithë këtë globin ton ku jemi, çdo gjë si udhërofyes ka qenë teatri. A mendon që teatri sot është një profesion apo mund të bëhet një domosdoshmëri? Do ta kemi domosdo. Edhe pse dëgjojmë shumë fenomene politike të pa dëshirueshme, që po mundohet që në të gjitha buxhetet në këtë shtetin ton të bukur, të mrekullueshëm, institucionet e vetme të cilët dëshirojnë që të prekin janë
institucionet kulturore. Unë kam një teori për teatrin. Do shta se di edhe kështu përgjithësi jam optimista për shumë gjana, po jemi tash, kemi edhe një fat keqësi që jetojmë në një kohë ku teknologjia ka shku tepër shumë përpara, sidomos AI, holograme, gjithçka e dim që tani më me AI është shumë lehtë me kriju ftyrën e aktorëve, karaktere të ndryshme. Edhe unë mendoj që në këtë botë kaq digjitale dhe artificiale, do të kemi shumë ma shumë nevojë për të vërtetën. Edhe shumë ma shumë nevojë do të kemi për human contact. Edhe prandaj do ngopen njerëzit me këtë digjitale shumë, edhe do të kthehen reale. Shiko, realisht edhe kemi filluar të ngopemi. Tash më edhe lajmet e shumta që shohim, a është e vërtetë as është. Është më jemi e konsumuam këtë treg. Definitivisht. Rikthehemi tek e natyrshmja. E vërteta, po. Edhe prandaj mendoj që teatri ka me qenë diçka ekskluzive. Edhe do mbijeton këtë krizë. Do mbijeton edhe jo vetëm që ka me mbijetu, po ka me qenë prestish me shku në teatr. Do të rikthehet imazhi i dikurshit. Imazhi që edhe ndoshta nuk e kemi pasur kohën e fundit, por edhe më mirë. Kjo shumë më pëlqen shumë se edhe unë njihem si një person kështu pak optimist. Bukur e analizuar. Shumë bukur. Dhe shpresoj që të dalin pikë për pikë fjalë, siç i the. Shpresoj edhe. Sepse është e nevojshme në krizat e shumta që po ndodhin me teatrin për fëmijë dhe të ri, krizat e shumta që ndodhin me sfidat dhe mungesën e kushteve që ndodhin, sidomos në anën tonë të teatrëve, shpresoj që me të vërtetë të rikthehet vlera të cilën e ka. Urojmë që të ndodhi sa më parë. Unë do doja t'ju pyesja kështu personalisht, jeni e punësuar dikund? Apo jeni vazhdoni të funksiononi si freelancer? Jo, unë jam freelancer. Si regjisore, po e kam kompaninë time të cilën e udhëheq për produksion. Që do të flasim sigurisht edhe për këto, sepse ka sfida të shumta, ka problematika të shumta, gjithmonë kur aplikojmë në për Ministrinë të Kulturës, në për fondet të filmit, gjithmonë projekte të cilët i kërkojmë, sepse i analizojmë paraprakisht se sa më duhet një buxhet për të realizuar një punë të mirë, dhe gjithmonë e marrim atë të përgjysmum ose një të katërtën e asaj të cilën e kërkojmë. Dhe këtu kemi një problematikë shumë të madhe që pa vetdi apo kemi nga nevoja që i pranojmë. A duhet si belti pranojmë këto mjete të cilët deri diku janë ofenduese? Pikërisht e di për çka bëhet fjalë dhe është një dhimbje që jetojmë të gjithë na artistët. Mirë po diqysh u mësum me jetu me qatë fakte dhe e dim që përgjithësi shteti është ashtu si që është, kushtet janë qëto, edhe diqysh e kemi gjetë një mënyrë qysh me mbijetu me qëto shuma që janë përcaktuara për kulturë, edhe ndoshta në disa situata edhe na bën edhe më kreativ. Se duhesh me zgjedhë zgjidhje, me ma pak mjete, me mujtë me bëti qka kreativ, edhe ndoshta që ajo pakës ajo sfit, po na bën edhe ma inteligent. Unë do thoya që na bën notues më të mirë në këto ujëra të turbull të cilët po jetojmë. Sepse mendoj që nëse mundemi me kështu fonde me mbijetu edhe me kriju diçka të bukur, atër kur do të kemi mundësi me bo diçka me fonde më të mëdhaja, do të jemi më të suksesshëm. Sigurisht që po. Do të thënë, atë që më pëlqen pikpamja, mirë po shpresoj që ministria mos të dëgjon këtë intervistë. Mirë po shumë e vërtetë dhe pajtohem me ty plotësisht sepse me të vërtetë sidomos ata që krijojnë artin dhe për të gjithë ata artdashësit kanë nevojë që të shohin diçka më kreative, diçka jashtë natyrës komfortit që ndoshta do e kishin të gjitha artistët nëse i kishin të gjitha kushtet. Mirë po unë mendoj që edhe kushtet elementare duhen të plotësohen njëherë për gjithmonë, edhe të jetë një treg sa më i lirë edhe për ju freelancer që ndoshta edhe zgjidhni të jeni freelancer, ndoshta ju përshtatet më shumë. Pikërisht kur jemi të freelancer është edhe një ndër projektet e fundit që e kemi parë në rrjetet sociale, e cila më ka pëlqyer shumë, nuk dua të bëj krahasime, mirë po është një ndër serialet që unë jam rritur duke e parë dhe sigurisht edhe Detroit ka edhe kolegun e teatrit është Mahalla Jon. Nuk e di si më ka rikthyer në atë kohë dhe më pëlqen shumë që sot po krijohet një serial me një tematikë të ndryshme, por
një mesazh i ngjajshëm. Mesazhi është shumë i fuqishëm, sepse ne jetojmë në këtë nënqiell, bashkëjetesa duhet të jetë, nuk duhet të shikojmë ndasitë, edhe pse pa vetdije, po na krijohen. Jemi shumë patriot në barjeta sociale, se sa në gjendjen reale kur mundohemi të dalim. I dim padrejësitë e shumta që po na bëhen, por sikur populli është një komfort zonë që gjithmonë e themi, kërkon 2-3 vetë bajraktar që të dalin, ta zgjidhin problemin, ndërsa ne dorim në shtëpi. Nuk dojmë që të merrem me problemin. Vazhdojmë si një shoqëri, qoftë maqedonët, qoftë shqiptarët, qoftë turqit, bosnjakët në përgjithësi, kërkojnë disa individ për t'u zgjidhur problematikat, ndërsa ne vazhdojmë të qëndrojmë. Është qetësuese kjo. Sepse kemi atë gjumin, vazhdojmë në një gjumë dimror të motshëm. Për mua është edhe primitiva pak me bisedu për këtë temë. Po, e kemi përditshmëri. E kemi përditshmëri, fatkeqësisht ende sikur me qenë shekulli 16 edhe pse ka ardhur shekulli 21. Unë shumë kisha dashur me bë serial për çysh populli jon ka shpik ndaj zgjidhje për kancer, ose çysh e kanë gjetë zgjidhjen për ajrin e ndotur, ose se diçka për çështje shumë më reale. Po, mirë po, realiteti jonë është ky. Edhe unë u inspirova prej vetë situatave që na ndodhin në përditshmëri, edhe fillova prej asaj pikës që ka dalë pakës se duhet dikush me bo diçka për këtë temë, pakës me pak vaj në tru që po na trashet. Po, edhe pse besoj që vinë do gjenerata shumë interesant, të rritë janë shumë open-minded se ne, nuk janë na dështum si gjenerat, na nuk kryum një të ardhme për gjeneratat e reja ku do t'janë free nga këto çështje primitive. Mirë po këto gjeneratat e reja që vinë, shumë ma pozitivisht e pranun për shembull serialin, edhe për ato ishte shumë gjë normale. Nuk ishte sikur për ne, wow, bashkëjetesë. Mendoj që gjeneratën më të kalume dhe i kanë dhënë shumë theks. E kupton tash për shembull nëse jemi në tryezë këtu, tash për shembull unë jam kundër dhe ju të dytë jeni okay, sikurse zëri im ka është dëgjuar shumë më shumë se sa juaj që keni qenë më indiferent me situatën. Unë mendoj që pak a shumë ka ndikuar politika, ekonomia e vendit, janë marrë shumë përsipër mendimet e personave të themi pak më primitiv kështu. Ndërsa të rit janë të lodhur me këto tema që si po thua edhe ti nuk do doja kurrë që t'i flasim, mirë po vjen seriali Qashia, vjen me një tematikë interesante, më shumë që më pëlqen që vjen në 3 gjuhë të ndryshme. I kemi domethënë edhe me titra në 3 gjuhë të ndryshme, mirë po më thuaj momenti i parë kur fillua xhirimet, tash na the që përfundoi xhirimi i sezonit të parë. Po, sezoni i parë. Mbështetja, ideja, realizimi na fut pak në brenda në xhirime. Se diskutuam pak përpara se të vjen edhe Sibeli, këtu e diskutuam që është një serial në 1 minutazh shumë të shkurtër. Dhe këtu është një sfidë shumë e madhe për regjisorin edhe skenaristin, sepse në 5 minuta të përcjellësh një ngjarje të tërë është vërtet sfida. Po, edhe kemi shumë karaktera, ishte tepër sfida e madhe. Okej, hajde të filloj komplet prej fillimit. Krejt puna filloi në 2020 kur ishte pandemia. Profesioni jon u shujt shumë, nuk patëm punë, nuk kishim aktivitete, edhe ndoshta edhe kjo është diçka e mirë se që aty u aktivizum. Të ta dzizat shkëndijet e para që o pritë se mund të bëjt diçka. Po, edhe me bashkëshortin kur bisedonim, ai tha, gjithë kemi xhiru seriale për tjerë. Pse s'po bëjmë diçka vetë? Pse s'po ulesh me shkruajt diçka? Edhe ashtu filloi tërë projekt. Edhe unë fillova me u inspiru prej fatkeqësisht prej situatave që më ndodhin mua në atë periudhë. Kishte disa situata ku isha e diskriminuar edhe ishte për mua një shok, sepse
përgjithësi nuk kam qenë e diskriminuar, kam jetu me të gjithë popujt, kam pas raste me u shoqënu me krejt, edhe nuk kam pas asi situata, po disa herë më ndodhin atë periudhë, edhe thash, okej, këtu diçka nuk është në rregull, duhet me bo diçka në lidhje me këtë çështje. Duhet me gjithë njerëzit edhe shoqërisë settingsat për të marrë kthy ku duhet të jenë. Po. Edhe fillova me zhvillu idenë, thash ku mundemi me bë këtë story me vnu. Mu kujtu që Qarshia është vendi i vetëm si duket në Shkup ku ka mbet ku shoqërojnë hende të gjithë nacionalitetet, bashkëtes, ku ka bashkëtes, tash po e vënoj këtu, karakteret u inspirova ose prej njerëzve që i njoh, kojshi, shok, shoqni, ose shkojshim në Qarshi i vëzhgojshim esnafin qysh funksionojnë, çka bëjnë, edhe prej atje filloi historia, tani fillum fundraising me lyp mjete për projektin mirë, po ishte pandemia, askush nuk e kishte prioritet këtë çështje, ashtu që ajo periudhë zgjati deri 2024. 4 vite, vetëm thjesht ide në letër, po realizimi akoma seri. Edhe ishte idea për sitcom, për epizoda nga 20 minuta. Mirë po, pastaj kur donatorët suedes SIDA, agencioni SIDA, vendosën me përkrah projektin, bisedum që kjo është projekt shumë i madh, edhe dashtën që sezoni i parë me qenë si një pilot sezon, edhe këtu mu e erdhi ideja që mundemi ndoshta pse ato insistuan që t'jetë targeti të rritë. Fatkeqësisht të rritë attention span nuk kanë ma shumë se 2-3 minuta. E përmendëm, nuk kanë problematikë këtë të qëndrojnë, të durojnë një 10-15 minutë. Vetëm se përshën duke rarë në sekonda, do me thëmë të të Valbona tha, më ndodhi një tërmet, tha edhe duheshe të rizgjuar, dhe pash komplet një sezon gjithë natë, pre frikës. Po, që nuk ri, do me thënë, atë thash, unë flej shumë herët, ishte një serial që unë shumë e doja, dhe doli sezona e dytë, edhe unë, do me thënë, nga ora 9, deri në orën 6 të mëngjesit, e pa shkrejt serialit. Dhe du të ndodhën diçka për ta pa. Por ne urujmë që më zdodhën, kështu që vendosët që t'i bëjmë në minutash të shkurt. Në minutash të shkurt, edhe vendosëm që sezoni i parë hajde edhe për sidën ishte diçka e re, edhe për ne diçka e re, thamë po e provojmë njerë këtë formë, edhe ka me qenë formë për spari në Maqedoni që ka me u provu. Po, është diçka eksperimentale. Është eksperimental, edhe... Por u pranua shumë mirë. U pranua mirë, po tash për sezonë... Por ka dhimbje për ju. Po ka dhimbje. Tepër kemi pas probleme. Unë duhet të dhimbja të ri, të fokusojmë, sepse shikuesit duhet ta dinë, sepse një gjë që jep shpirt për të krijuar, dhe kur të detyrojnë, tash qoftë edhe sponsorët, edhe marrëveshja është e tillë, për të shkurtuar, është sikur të kputen gjymtyrat. Po, edhe ishte ti do ta lë këtë, duhet ta lë këtë, por ja që s'mundesh. Edhe ishte tepër vështirë, siç thave ti, në 5 minuta një mesazh me dhanë introduction për karakteret, për vendin, për atmosferën, edhe ishte një sfidë goxha e madhe për neve në fillim. Me skenaristët patëm një ekip prej 5-6 skenaristëve, me të cilët u ulëm në fillim edhe thamë si duket nuk do të mundemi me vnu në 5 minuta, njerë dashtëm me i bë si follow-up 2 epizoda për shembull me to be continued. To be continued. Njëta temë sikur vazhdon. Të zhytesh në story, po pastaj ndoshta të ketë më mirë, po pastaj në kapi nati, thash jo. Pra këtu është e veçanta e Sibelit, nga të tjerë, dhe këtu të ndigjojnë tash. Edhe thash jo, duhet ta gjejmë mënyra se çysh funksionojnë skeçat, do me thënë mundet edhe kjo me funksionu. Edhe gjetëm një formul, u inspiruam prej SNL, Monty Python skeqa të ndryshme që janë bërë në... Që tregojnë shumë për një kohë të shkurtër. Po, edhe ashtu arritëm me kriju atë formë, edhe pse na besojmë që ka fundi, më u bënëm eksperta në këtë punë. Këto epizodat e fundit që ishin
favorit I kena pas kështu. Pa montaż, sepse u bëshin të mamat aq sa duhet. Si mua më ka pëlqyer shumë, diçka që I thash edhe drejtorit tash shumë du thash botën e kinematografisë, ndoshta nuk jam shumë e informuar, mirë po më pëlqen shumë. Investoj kohë në filma, në seriale. Një gjë që më ka pëlqyer shumë është që me të vërtet dua të përuroj shumë edhe për gjithë konceptin e serialit, po mbi të gjitha dua të falenderoj që e ke sjell qarshin në ngjyrat më të bukura. Kjo është e bukur. Ndonjëherë ndonjë skenë thoja kjo nuk është në qarshi, e kupton? Ngjyrat, ndriçimi, gjithçka tjetër. Dua të ndalim pak te ekipat, na tregosh më shumë për ekipën, ata të cilët të kanë ndihmuar në drejt realizimit të kanë lexuar mendime. Ashtu edhe që keni qenë me një, unë jam e sigurt që keni qenë me një frym të njëjtë, keni frymuar njëjtë që ka dalë shumë mirë, po me të vërtet qarshin e keni sjell në ngjyrat më të bukura, në ato skenat, në ato pjesë të shumë të bukura, shumë, nuk kam fjalë tjera për ta përshkruar. Unë në këtë aspekt kam fat sepse bashkëshorti është drejtori fotografisë, edhe na bashkë kemi kriju këtë. Nëse jam bandet mos e bëj. Se pastaj në shtëpi. Po jam bajtë edhe mos e bëj. Edhe unë me atë pjesë as nuk jam marrë, se unë ai e ka ditë çka e kam vizionin edhe ai vetëm se është kohë gjatë punon në këtë profesion edhe e ka ditë ç'është duhet, çka duhet, bashkë me color gradistin të cili njësoj punon shumë kohë gjatë në këtë profesion edhe kanë përkushtu me të vërtet shumë vëmendje, sidomos ngjyrave. Më pëlqen shumë që e ke vërejt atë çështje. Në fillim kemi përkushtu shumë kohë me i gjet ngjyrat. Kemi dashur pakës kështu ma warm, ma mediterranean, me qenë kështu me ndje njerëzit afër me. Po të ketë një ngrohtësi. Po, një ngrohtësi me pas. Ose të paktën të asocion diçka që e jep ngrohtësi. Po. Sikur mesazhet që janë në serialin, sepse edhe ngjyrat kanë një psikologji të cilën e pranojmë na si shikues. Edhe në atë aspekt, ato u morën me atë çështje që unë jam marrë vetëm me skenarin edhe me regjin, me aktorët. Pikërisht po, kemi pas një harmoni tepër të mirë në ekipën, se edhe mbrapa kamerave kemi qenë të gjithë një ekip i përzim, prej të gjitha nacionaliteteve. Na vetë si një struktur ishim një shembull që mundemi me funksionu kështu edhe shumë ma letë është ashtu, për gjithë është shumë ma letë. Edhe me bukur është, po, ma bukur është, po. Bukurin. Po, ne kemi shumë fatë, unë gjithë kam thënë këtë edhe kur kam qenë dikun të jashtë, unë ndihem shumë me fatë, sepse jam rritë në kështu një qytet ku flitën ka shumë gjuhë. Unë the multikultiv. Po. Ndjaj të njëjtin mendim edhe kam thënë shumë shpesh në emision, mua më pëlqen që jetojmë në një vend multikulturor, që ka etnitete të ndryshme. Unë mendoj që populli respektohet shumë mes vete, po janë faktorë të ndryshëm që ndikojnë në mesazhet e gabuara, mirë po është bukur kur kemi edhe projekte, kur kemi edhe një popull që funksionon aq mirë, ekipe të ndryshme që mesazhin e kanë të njëjtë për ta përçuar dhe harmonia, se edhe ne themi, nëse me regjin nuk jemi mirë, as energjia këtu në tryezë nuk do të jetë e njëjtë. Çdo gjë është domino efekt. Po, shumë e vërtetë. Por mbi të gjithat mundohemi që të kemi gjuhë të përbashkët, harmoni, ideja, ndonjëherë mund të kemi edhe ndeshje të ideve, por të mbrojmë argumente. Është e bukur. Edhe kjo është e rëndësishme. Sibel, unë do doja të flasim edhe për planet e të ardhme, sigurisht, por teatri apo filmi, Nuk të lë rahat teatrin. Jo, sepse është baza, çdo gjë, por mendimin tim unë kam teatrin. Jam i thari teatrit. Po, kështu e kam dashuria e parë teatrin, edhe teatri definitivisht është në vendin e parë për mua. Ke qejf të eksperimentosh shumë në teatr? Po, kam qejf. Ashtu njihesh për këtë. Po. Zakonisht bëj shfaqje, unë ashtu i definoj, bëj shfaqje për publik që nuk shkon në teatr. Fantastike. Po, kam dëshirë ti inspiroj njerëzit të shkojnë në teatr. Edhe prandaj nuk e përdori shumë formën klasike, ndoshta ndonjëherë kam e bëj edhe shfaqje klasike, nuk është
e thonë që jam vetëm eksperimental, po për momentin bëj shfaqje avantgarde dhe eksperimental, zakonisht koreodrama, përdori shumë koreografi, muzik, edhe mendoj se deri më tani kom pas sukses me inspiru njerëz që nuk shkojnë në teatr me art me që të vinë të shikojnë teatr në dimension tjetër, sepse është këndvështrimi edhe stili. Dhe kjo është e bukur e artit, sepse të jep një liri pa kufi. Unë do doja të të pyesja, a mendon që arti është përgjithësi apo liri absolute? Sepse ndonjëherë, në qoftë se dalim jashtë asaj normales, mund të ndikon negativisht. Mendoj se është të dyjat, është kombinimi të dyjave. Ka vende që mundemi me pas liri absolute në art, po duhet ta kombinojmë e justifikueshme, e arsyeshme, po e arsyeshme, duhet ta kombinojmë me do rregulla të domosdoshme që duhet të respektohen, sepse ndonjëherë ajo liria mundet me na çu në një cringe, që nuk është bukur për shikuesit. Edhe besoj që nuk duhet me bo diçka vetëm neve me na pëlqy. Duhet me bo diçka që shumicës ka me i pëlqy, që me pas ndikim. Se për ndryshe nëse nuk jo pëlqen njerëzve edhe nuk vinë me shiku, nuk munden as mesazhin nuk mundet as mesazhin me depërtu tek shikuesit. Shumica e regjizorëve janë egoistë në raport me aktorët, sepse e mbrojnë unin e tyre, kimi shumë, unë do doja ta pyes se s'kam punuar asnjëherë me Sibelin, po uroj që të punoj, je egoiste apo ke dëshirë që ti argumentojmë tezat me aktorët? Ti këndvështrimin tënd që e ke, nëse një aktor të bind për atë të kundërtën, e pranon apo jo? Për mua, në çfarë do projekt që punoj, puna e parë më e rëndësishme është harmonia. Edhe prandaj unë jam regjisor që bëj shumë kompromisa. Domethënë nuk shkoj me atë mendim, unë çështu e kam paramendu edhe çështu duhet me qenë. Nëse aktori ka ide më të mirë, ose nëse e pranoj, sepse për mua është shumë e rëndësi me qenë organike. Me qenë edhe procesi organik, po edhe shfaqja me qenë organike, edhe për me arrit atë, unë besoj që aktor duhet të jenë të lumtur me atë situatë në të cilën janë, edhe nuk besojnë në atë diktatur, ku duhet ndonjëherë hasim në të tillë. Hasim prandaj edhe e parashtrova pyetje. A mund të themi që ata janë pak më old school? A mund të themi që ata janë pak më old school kështu? Jo, old school është metodologjia e punës që dikush i qëndron, nuk ka dëshirë të prishën panorama që e ka në imagjinat, edhe nuk pranon këshilla nga aktorët. Por ka edhe aktorë të tillë që din të manipulojnë edhe me regjizorët, po, sepse thotë, ato kujtohet ti kur të thash, kur më the, jam e kaluar ta provoj kështu. Ati si kujtohet, sigurisht, thotë e provojmë dhe mos i tregoni këto hint and tricks. Se e kuptuam Sibelin se si është, por kemi edhe kështu raste. Unë dua ta pyes Sibelin sepse pasi që arti jo të dallon, çdo regjisor ka artin e tij, krimtarinë e tij, veprimtarinë se si e përfaqëson idenë që ka. Mirë, po do doja shumë me Sibel, është pyetje sikur ta pyesësh nënën cili fëmijë e ke të preferuar, por na thuaj për ndonjë shfaqje që dallon pak, që të rikthen, që ndoshta e ke si inspirim për vetë krimtarinë tënde, që i rikthehesh gjithmonë, dhe ndoshta a do të kemi mundësi që ta rishikojmë një shfaqje të tillë. Është film apo është pjesë po, me vërtet është shumë vështirë me u përgjigj kësaj pyetje, sepse është si mes gjithë cilën fëmijë po e don më shumë. Ndoshta mundem me përmend shfaqjen Shërptoret, të cilën e bëna në teatrin turk. Jean Genetit? Po. Pse mundem ta përmendi, sepse pata shumë sfida në atë shfaqje, po ata sfidat e bënën shfaqjen shumë më të mirë se sa çuçi kisha paramenu. Pata një problem me skenografi normal, gjithë kemi probleme. Përditshmëri. Po, përditshmëria është ajo, me kostumet, po pata një problem 10 ditë ose
as 10 ditë nuk ishte ndoshta një javë para premierës, njëri prej aktorëve u lëndua, ishte roli kryesor, njëri prej motrave që e luante, edhe u dasht për një javë me hy tjetër aktor, Të zaventsohet me gjithë proces. zaventsu, po edhe ishte koreodram, do të thënë kishte koreografi, tekst, regji, Wow. gjithçka. Shumë e vështirë. Edhe shumë ishte vështirë. Shumë mund, shumë punë. Edhe këtu më ka shpëtu aktori Gjena Psamet, a I hyni si zavendësim për 7 ditë, e mësoj koreografin, e mësoj tekstin, e mësoj regjin, Bravo. gjithçka ishte tepër Po bashkëpunues. ka është bërë një punë shumë e madhe, Po, domethënë po. një muaj gjysmë derisa kemi mbrinë në atë pikë dhe për një javë. Po. Është një punë shumë e vështirë, por ka të papriturat e tij edhe teatri. Po, edhe kishte edhe këtu, po du me përmend edhe Albin Sopa, me të cilin E gjithë bashkëpunoj. përshëndesim fort. Kështu klasa jon kemi qenë shumë të zotë. Po, Albinin e kam kështu tepër favorit e kam kështu në ekip. Albini më erdhi, unë me Albinin kur bashkëpunojmë, filloj me Albinin para se me fillu me procesin, sepse kur punoj koreodrama mu më vynë muzikat. Do të thënë unë duhet t'i definoj muzikat, për t'u pastaj inspiruar që në lëvizje, po. me mujt lëvizjet me I bo, edhe në atë procesin, para production, që shme thonë, kur fillum me punu me Albinin, unë I dhash do referenca, bisedum qka që po dojmë me bo, edhe ai mi kryoj muzikat, edhe fillum na me procesin. Fundi I shfaqës, unë pata një ide, aja boni atë muzikë, unë qysh e lypa prej ti, edhe kur e bona skenën, nuk më pëlqej. Nuk funksiononte. Nuk funksiononte. Edhe Albini erdhi tha, apo dën me ta quaj një muzikë kam diçka, është krejt ndryshe prej kësaj, që ma ke lyp ti, ama tha provoja. Mund të përputhet Po. me këto. Edhe Albini ma qoj muzikën, e lishum atje në skenë, edhe mu kujtu që mundem komplet me ndryshu storin. Për fillimit tash. Fundin vetëm. Po. Në fund Një është skenë tragjike, komplet. po është tekst tragjik ku njëna prej motrave Po. bën vetvrasje. Mu në atë moment ajo muzikë qaq më inspiroj, që thash, okej, jo, s'ka me bu kjo vetvrasje, po motrat kanë me u përqafu edhe Aty mbaron. aty mbaron. Edhe ajo muzika e boni fundin me ndryshu, edhe Çfarë kreti mund shumë një- dakord që është... Çfarë mundet një kompozitor Po, të bën? Është Muzika. një detaj shumë I rëndësishëm, është një ndër komponentët më të është shumë I rëndësishëm, edhe muzika, edhe skenografia, Po. edhe kostumografia, Gjithë. por gjithsesi teatri mund të bëhet edhe pa asnjë element, edhe pa ndriçim. Mund të bëhet. Po. Por këto janë ato momente të cilat e rumbullaksojnë dhe I japin atë dizajnin edhe bukurinë, edhe magjinë e teatrit më shumë. Është një vepër shumë e bukur kjo vepra e Jean Genetit shërbetoret. Edhe më pëlqen sepse po të dëgjoja, më pëlqen se zgjidhjen se si ja ke dhënë, sepse shumicën e rasteve kemi parë që njëra motër e pin çajin e helmuar të Blinit, që e kanë për madam. për madamin, edhe por në këtë variant nuk e kisha menduar asnjëherë. Po, edhe Se ishte kisha menduar. Po zgjidhje e një bukur. zgjidhje interesant tjetër që e gjetëm atje, të gjithë karakteret I luanin meshkuj, edhe pse janë Sepse femra. janë femra, Po. këtu janë po. Janë femra, unë I vendoha si meshkuj, edhe skena ishte shumë interesante, bëna me zall, një pjesë ku ishin shërptoret, ajo ishte si përfaqësues të klasave të ma ulta, ndërsa madam ishte në një klasa elitare, po, ato. klasa elitare, edhe ishte në rotacion, njëra anë ishte zalli, tjetra anë ishte madam, ajo ktheheshte, shohim edhe anën e pasanikëve dhe anën e klasës të ultë. A mendon Sibel me që jemi domethënë edhe nga fundi, po unë do doja ta zgjasja pak Po. sepse është një bisedë shumë e këndshme, edhe po e shijoj. A mendon që simbolet ndonjëherë, simbolika të tepërta e prishin teatrin? Varet si Apo duhet të jemi përdoren. shumë realist për ta Va- gëlltitur, po. sepse kemi një publik fatkeqësisht kohëve të fundit që nuk kanë kohë, siç e përmendëm, nuk kanë shumë kohë edhe durim që të qëndrojnë
në shfaqjet pak sa më të gjata. Edhe sikur jam pak skeptik për të deshifruar edhe shumicën e simboleve që po i jepim. Storjeve që përçohen. Unë mendoj që nuk është me rëndësi ti deshifrojnë simbolet, po është me rëndësi çka ndjenjë. Se arti duhet me bo diçka me ndjenjë njerëzit. Unë këtë situatë gjithë e përmendi në një shfaqje të temën për Modiglianin të cilën e bëna, erdhi një nga musafirt dhe mbas shfaqjes, mbas premierës tha, ndigjo, une nuk shkoj në teatr, për herë të parë kom ardhur këtu, me zort më kanë pru. Kur gjos kuptova, tha, po që tu diçka, që tu më ke kall diçka, tha, më ka bo diçka kjo shfaqje, jam djetë tepër që ditë shumë ta, une prej tashë të tje kam shku në teatr. Ja një shembull shumë i mirë, sepse çfarë magjie ka teatri. Po, sepse ajo ishte shfaqje full koreodram, edhe kishte shumë simbolik me koreografi. Mirë po, unë nuk e kisha qëllimin me tregu gjanat me simbolik, po me boj ndjenjat e njerëzit me emocionin, po, me përcjell, po. Ndoshta ne që kemi të pak të njerëzit që shkojmë në teatr apo që shohim një film, që mua më zgjat si bel ajo drama, tragjedia e momentet të storjes me javë me muj. Tash e kam përfunduar një serial, unë ende jam në serialin brenda. Po, vazhdoj, domethënë gjithçka më potencon tek ajo. Normal People e pashtë, të cila është fantastik, ishte fantastik. Që vazhdon ta gënjem vetveten kjo në lidhje me temën që e kemi. Unë momentalisht jam në film, tash më shifni në drita, në skenë, mirë që ndodhemi në studio. Me që jemi edhe pak nga fundi, Valbona, unë do doja ta pyesja Sibelin, sepse regjisorët në përgjithësi janë pjesë e çështjeve edhe problematikave të shumta artistike që i përjetojnë më shumë se edhe aktorët do ta quaja, sepse mendojnë në shumë këndvështrime, se është profesioni i tillë, mundohen, por ne në përgjithësi aktorët mendojnë jenë pak më egoist në këtë rast, sepse mendojnë për veten edhe për punën që mund ta bëjnë. Por regjisorët i kanë pak më pak si më bajraktar që duhet mendojmë për të gjithë një drejtësisht. Unë do doja të pyesja. A ka një projekt që e konsideron shumë personal tënde kështu, që të emocionon, që e kujton? Qarshia, definitivisht. Se ajo është fëmiria ime, unë jam rrit në një rrethon të multikulti, me thonë, unë jam nga Kozle, jam rrit me ku janë shumica Macedon, në shkollë fillore kam shku Shqip, në shkollë mesme turqisht, edhe në fakultet macedonisht, do më thani por që më kalu krejt. Shumë mirë, me të vërtet. Gjitha i ke prekur, po Sibeli e ka babën e ke. Po, babin e kam shqiptar në anën turke, unë e vetë në shpi, kam një multikulti situatë, ashtu që po, ajo është realiteti im, edhe kom dasht që njerëzit ta kuptojnë sa është bukur ai realitet, edhe prandaj e kam për... Kur ka dëshirë të mirë, sigurisht që është bukur. Se e bëri dritroj pyetjen, mu ngjall një pyetje tjetër se prej projekteve që ke realizuar është po Qarshia, a ka projekte që po të rinë në flet, në stërtar, edhe që je kështu me pa durim pret që të realizohet? Po, kam shumë. Gjithë po në kohën e lirë. Unë në fakt e vëreta tash kur ishte Pashkët, e vëreta që si duket po i urej pushimet, se s'po di çka me bo. Po më vjen me punu diçka, ama ndonjëherë edhe më vjen mirë kur kam pushim, kam kohë për ideja të reja, ashtu që gjithë i shënoj edhe i kam gati, vetëm i pres momentet kur po dalin, tash jemi duke punu për do projekte të tjera të cilat. Domethënë ndonjëherë duhet të ndodhë një sebeb, një rast, që ta kuptosh. Ndodhen Pashkët e kuptove se u rën vikendin. E kjo fundjava që Valbona me nxje përret, se ne kemi këto që unë gjithë të premte thëmë, e premte jemi sot. E premte. Them shqyqyr zotit nesër kafën do ta pi pa drejtrojnë, por vizgjohen në mëngjes Sibel dhe më mungon. Më bëllet të përlahemi pak kështu që kemi të zënkat e momentit, por mbi të gjitha e pushim është i rëndësishëm. Po, me që jemi edhe nga fundi, unë do doja një mesazh, për shembull, Sibeli, që të jep për këtë vendin tonë të bukur, a mund ta bëjmë edhe më të bukur, Sibel? Mundemi, vetëm mos i merrni parasysh limitat. Sidomos për të rritë e kam këtë mesazh. No limit, s'ka limit. Vetëm paramendojni çka doni me bo, edhe ka me u bo. Edhe bëhet. Jeton imagjinatën, Edhe pse kemi shtërkëmza të shumta,
por dëshira nëse ekziston, sigurisht që do realizohen të gjitha. Sibel, unë të falenderoj shumë për pjesëmarrjen në emisionin tonë të mëngjesit. Ishte një bisedë shumë e këndshme, të dëshiroj suksese dhe krijimtari pafund. Faleminderit shumë, edhe shpresoj që bashkëpunojmë në ndonjë projekt. Me që thej që si egoiste. Ta shoh vetën. Jam egoiste, po, ta shoh edhe pak vetën, ndoshta ndonjë rol aty. Diçka kështu e pazakon, por Valborës i kemi një rol e cila do të jetë konsumatorja më e madhe e byrekut. Sepse e preferon ja që e para. U tha u bë. We have a deal. Me një çosh domethënë të skenës, unë duke hangër burrek, nuk ka problem. E bëj aktrive 10 vjet. Sibel, faleminderit shumë, Valbona, faleminderit shumë. Shumë dhe faleminderit shumë për bisedën. Kënaqësi e veçantë për sot.